Kompania Rruga Oricum Dukat, e cila ka fituar koncesionin 50 milionë euro për ndërtimin dhe operimin e rrugës Oricum Dukat, është vendosur në sekuestro pasi nuk ka shlyer detyrimet tatimore. Kjo kompani zotërohet nga shoqëria Gjikuria dhe u shpall fituese e procedurës tenderuese të zhvilluar në vitin 2018 nga Ministria e Infrastrukturës e drejtuar në atë kohë nga Damian Gjikunori. Koncesionet janë një formë e veçantë e prokurimeve publike. Qeveria për realizimin e investimeve madhore krijon partneritet publik-privat me kompani të ndryshme. Sipas ligjit për koncesionet, kompania private merr përsipër realizimin e investimeve me fondet e veta, ndërsa qeveria kryen pagesa të shtrirura në kod duke i siguruar objekteve private edhe fitimin nga operimi i veprave publike. Në këtë logjik, kompania Gjikuria, e cila u shpall fituese e koncesionit për ndërtimin e aksit rrugor 15 kilometra të gjatë, i ka dhënë garanci qeverisë shqiptare se ka aftësitë financiare për të marrë përsipër këtë investim. Por realiteti tregon një situatë shumë ndryshe. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka vendosur të bllokojë tjetërsimin e aksioneve të shoqërisë koncesionare Rruga Oricum Dukat, pasi nuk ka paguar taksat në shumë rreth 50.000 euro. Pra, kompania që garantoi se kishte mundësi financiare në shumë 50 milionë euro, tashmë rezulton se nuk është në gjendje të paguajë 50.000 euro, ose një të njëjtën e vlerës që pretendoi se kishte në dispozicion për zbatimin e kontratës. Situata bëhet akoma më konfuze kur nga të dhënat e thesarit të shtetit rezulton se kompania koncesionare Rruga Oricum Dukat ka marrë deri më tani mbi 4 milionë euro pagesa nga Ministria e Infrastrukturës për punimet që ka kryer. Bllokimi i kompanisë. Në një korrik 2026, administrata tatimore njoftoi Qendrën Kombëtare të Biznesit për të vendosur masën e sigurimit të detyrimit tatimor ndaj kompanisë Rruga Oricum Dukat. Në shkresën e siguruar nga redaksia e Media 60, thuhet se në sistemin informatik tatimor rezulton se subjekti nuk ka paguar në afatin e kërkuar ligjor detyrimet në vlerën 5.1 milion lekë të reja. Administrata tatimore thot gjithashtu se kompania koncesionare është vënë në dijeni për këtë detyrim, por nuk është paguar ende. Në këto kushte, drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka qenë e detyruar të aplikojë masat shtrënguese sipas legjislacionit tatimor. Në vijim, shkresa urdhëron veprimet që duhet të kryejë Qendra Kombëtare e Biznesit. Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara e rajonit Tiranë nëpërmjet kësaj mase kërkon që në Qendrën Kombëtare të Biznesit të mos lejohet tjetërsimi i pasuritë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin këtij tatim paguesi, si dhe kuotave aksioneve deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore. Kjo masë vendoset edhe në gjitha shoqëritë ku tatim paguesi ka pjesëmarrje në kapital. Shkruhet në shkresë. Koncesioni kontestuar. Qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Infrastrukturës shpalli në korrik të vitit 2018 tenderin koncesion PPP me objekt ndërtimi dhe mirëmbajtje segmentit rrugor Porti Jateve bypass Oricum Duka Ura e Shënelizës. Fondi limit për këtë procedurë ishte parashikuar në shumën 50.5 milionë euro. Afati kontratës koncesionare u caktua 13 vjet. Ofertat duheshin dorëzuar brenda 2 muajsh, në datën 20 shtator të atij viti. Më herët në qershor qeveria shqiptare kishte miratuar bonusin prej 6 pikësh për propozimin e pakërkuar të paraqitur nga kompania Gjikuria për ndërtimin e këtij aksi rrugor. Në këtë mënyrë, kompania Gjikuria ishte shumë e favorizuar se çdo kompani tjetër që do të synonte të merrte pjesë në procedurën tenderuese. Megjithatë, gara u hap. Në 8 nëntor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli rezultatet. Në garë kishin marrë pjesë vetëm 2 kompani, Gjikuria dhe 4AM. Siç ishte parashikuar, tenderi u fitua nga Gjikuria, pronësi të Florencë dhe Milo Gjikuria. Kompania fituese kishte paraqitur ofertën 50.5 milionë euro ose vetëm 23.000 euro më pak se fondi limit, ndërsa kompania tjetër 4AM, pronësi të Ardit Metaliaj, dha ofertën 61.2 milionë euro. Kjo shifër ishte dukshëm më lart se sa fondi limit. Për këtë arsye ajo skualifikua nga gara. Por ka një element të dyshim në ofertën e kompanisë 4AM SHPK, e cila ngre pikpyetje mbi vërtetësinë e garës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e kishte parashikuar fondin limit që në momentin e shpalljes së procedurës tenderuese. Pra, kompania private Ardit Metaliaj kishte të qartë se duhej të paraqitej me një ofertë më vlerë më të lartë ose më të ulët, por ajo zgjodhi të futet në garë me një ofertë 10 milionë euro më të lartë, gjë që e bënte automatikisht të skualifikuar. Për njësit e prokurimeve publike, një rast i tillë mund të ngrej flamurin e kushte një procedure të paracaktuar për fituesin ose më së paku për një marrëveshje jo shumë normale mes kompanive pjesëmarrëse. Megjithatë, rezultati mbeti i tillë dhe kompania Gjikuria u shpall fitues. Si në çdo procedurë koncesionare, qeveria dhe kompania fituese nisin negociatat para nënshkrimit të kontratës së punës. Në mars të vitit 2019, kompania Gjikuria i prezanton autoritetit kontraktor Ministrisë së Infrastrukturës planin e biznesit për realizimin e kontratës koncesionare për ndërtimin e rrugës Oricum Dukat. Në atë dokument, Gjikuria njofton qeverinë se do të investojë nga kapitali i saj shumë për 15.5 milionë euro, ndërsa pjesa tjetër e vlerës së investimit do të merret nga një ose më shumë institucione financiare. Huaja do të përdoret tërësisht për të shtyrë detyrimet që lidhen me ndërtimin e këtij aksi rrugor, thuaj ndër të tjera në planin e biznesit. Gjatë negociatave, qeveria ra dakord se vlera përfundimtare e projektit ishte 67.3 milionë euro, pra 12 milionë euro më shumë se fondi limiti parashikuar në shpalljen e tenderit. Qeveria e Edi Ramës e ndryshoi vlerën me argumentin për të përmirësuar efektet financiare për shtetin. Në përfundim të negociatave, marrëveshja koncesionare mes qeverisë
Qeverisë dhe kompanisë Gjikuria u miratuar në parlament në 18 korrik 2019. Vetëm me 78 votat që kishin atë kohë mazhoranca socialiste. Deputetët e opozitës votuan kundër. Partia Demokratike dhe aleatët e saj kishin kundërshtuar projektin, duke akuzuar qeverinë se kishte fryrë në mënyrë ekstreme kostot e ndërtimit të rrugës. Sipas llogarive të thjeshta, ndërtimi i kësaj rruge kishte vlerë 3.3 milionë euro për kilometër, një shifër që rëndonte ndjeshëm buxhetin e shtetit. Gjithashtu, opozita kishte dhe akuza politike ndaj qeverisë, duke deklaruar se projektet e madhore i dorëzojnë paga reale kompanive të lidhura ngushtë me interesat e Partisë Socialiste. Për Partinë Demokratike, kompania Gjikuria konsideroi si klienti preferuar i kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të infrastrukturës së kohës Damian Gjiknuri. Kreu i opozitës së asaj kohe, Lulzim Basha, ndërmori edhe një hap tjetër në qendrimin e tij për të kundërshtuar projektet koncesionare të qeverisë. Në shtator 2019, pra vetëm 2 muaj pasi ishte miratuar kontrata koncesionare për rrugën Orikum-Dukat, Basha ju drejtua me një letër të hapur bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, ku sugjeronte që të mos financonin këto projekte. Basha u tha bankave shqiptare në atë letër se ato rrezikojnë të humbasin shumë të mëdha parash në rast se pranojnë të kreditojnë këto biznese, si dhe disa sipërmarrje të tjera në sektorin e ndërtimit rezidencial, për të cilat opozita akuzon se po i shërbejnë qeverisë për të pastruar paratë e drogës. Qendrimi i opozitës në atë kohë kishte ngjyra politike, por paralajmërimi i saj ndaj sektorit bankar se nuk do të ishte zgjidhje e zgjuar të financonin këto projekte, me sa duket po përmbushej 7 vite më pas. Kompania Gjikuria rezulton se nuk ka aftësi financiare për të paguar 50.000 euro taksa dhe detyrime ndaj shtetit. Megjithatë, bankat nuk rezulton se kanë marrë seriozisht deklaratat e Lulzim Bash. Në mars të vitit 2021, kompania Gjikuria nënshkruan kontratë huaje me 3 banka të nivelit të dytë, OTP, Intesa San Paolo dhe Banka e Tiranës. Marrëveshja parashikonte kredi në shumë 25.6 milionë euro, e cila duhej përdorur vetëm për ndërtimin e rrugës Orikum-Dukat. Deri këtu dukej se gjithçka ishte brenda parashikimeve. Financimi i aksit rrugor tashmë ishte i gjetur. Punimet fillojnë në pranverën e vitit 2023. Goditja e kontrollit të lartë të shtetit. Kontrata koncesionare për ndërtimin e rrugës Orikum-Dukat, si edhe ajo për Milot Ball-Dren, të cilat u morën njëkohësisht në shqyrtim nga parlamenti korrik të vitit 2019, as në kundërshtimin edhe të kontrollit të lartë të shtetit. Auditi me një letër zyrtare kërkoi parlamentit shqiptar të mos miratonte 2 koncesionet e ndërtimit të akseve rrugore Milot Ball-Dren dhe Orikum-Dukat. Në shkresën që kontrolli i lartë i shtetit drejtoi kryeministrit Rama, zëvendës kryeministrit Eurion Braçi, kryeparlamentarit Gramoz Ruçi dhe ministres së transportit dhe infrastrukturës Belinda Balluku që të tërhiqen nga miratimi 2 koncesione. Auditi argumentonte se pagesa 10 milionë euro e interesa për rruga për 2 kompanitë koncesionare, Gjikuria SHPK dhe ANK SHPK, do të ketë kosto negative për buxhetin e shtetit, pasi këto hua nuk ekzistojnë. Vetëm për kontratën e Milot Ball-Dren rezultojnë pagesa tepër të pajustifikuara sipas kontratës dhe të panevojshme 6.1 milionë euro që përbëjnë pasoja negative financiare për buxhetin e shtetit. Për Orikum-Dukat do të paguhen 3.6 milionë euro interesa të panevojshme që përbëjnë pasoja negative për buxhetin e shtetit. Shkruhet në kërkesën e paraqitur nga auditi. Reklama e Ballukut. Për të vëzhguar ecurinë e punimeve të aksit rrugor Orikum-Dukat, u kujdes vetë kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Balluku e njëkohësisht ministra e infrastrukturës asaj kohe, Belinda Balluku, të cilët u shfaqën në asfaltin nxehtë korriku 2023. Dy drejtuesit më të lartë qeverisë ndruan këtë vizitë në një ceremoni tipike propagandistike. Balluku tha në atë kohë se ishte hapur segmenti i rrugës Orikum-Dukat, por që siç e pranoi edhe vetë, punimet nuk kishin mbaruar dhe kantiri i ndërtimit ishte hapur në të gjitha gjatësinë e tij. Praktikisht ishte një rrugë e papërfunduar, por e hapur për qarkullim, një zgjidhje që është përdorur rëndom nga qeveria e Ramës, me gjithë rreziqet që shfaqeshin në këto akse në punime sipër. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.